namaz. E din që thonë kushtimisht ti je pejgamberi i asaj familjes. Se pejgamber ma nuk ka, ta themi në aspektin e barës, ti je bariu asaj familje. Në qoftë se ajo familje nuk është si ti. Atëherë çfarë më thonë, si thot Aisha radiallahu anha, ja Resulullah, në qoftë se në këtë vend do të bjerë dënimi i Allahut, a do t'i kapje njerëzit e mirë edhe ata? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, po, edhe njerëzit e mirë do t'i kaploj dënimi i Allahut. Pse ja Resulullah, ata janë të mirë, ato falin namaz, japin zeqat, agjerojnë. Do t'i kapje dënimi i Allahut sepse edhe këto janë shkaktarë se nuk ndikuan që ai popull të përmirësohet. Edhe këto do t'i kapje dënimi Allahu xhelle xhelalu. Ne kemi inspirimi jashtëzakonisht të mëdha në aspektin ekonomik. Ma shumë se Othmani radiallahu anhu, edhe ma shumë se Ebu Bekri në kohën e pejgamberit islam, për islamin, për ta çuar emanetin e Allahut në vend, askush nuk ka bërë. Në aspektin duke patur parasysh kohën në të cilën jetuan ata. Sot ajo i takon për shembull atë që dha Osmani radiallahu anhu. Kjo është inspirimi më i mirë për biznismenët tanë sot. Çfarë duhet të bëjnë për islamin? Model shembull, bravo, shumë një shembull të ndritshëm që çdo tregtar i ini sot duhet të logjikojë me këtë logjik. Të zgjohet në mëngjes, ta shoh trupin e tij, shëndetin e tij, që është mirë, elhamdulillah, me shëndet është mirë. Edhe të mendoj, të thotë, o njeri, këtë trup, këtë shëndet, këtë pasuri, nga e marrë unë, këtë oksigjen, nga e marrë unë, këtë ajer, nga e thithi unë, kush i krijoi këto, a i mi dha, po, a mjafton vetëm me një elhamdulillah, jo. Ajo pasuria ti kërkon zeqat, ajo pasuria ti kërkon një shërbim të i bodh kësaj feje, se dikush punon për islamin, do të punoj, nuk ka mjete materiale, dikush ka, nuk e ka dhe ndërmend të punoj. Çfarë bëri Othmani radiallahu anhu? Edhe çfarë bëri? Në një vit kishte një thatësirë të madhe në Medine, edhe ata tregtarët që quheshin si matrapas, thonë kushtimisht, u munduan që pasurit apo drithin ato begatit e Allahu lëshanu të i shitnin me një çmim jashtëzakonisht astronomik të madh, pse se njerëzit që janë mëzort nuk kanë çfarë të hanë dhe të pinë. Mirë, po Osmani radiallahu anhu kishte qenë në tregti për në Siri, për në Sham, e ishte duke u kthirë me pasurinë, me drithin, me qindra deve, se ishte edhe tregtar i madh, pasanik i madh. E këto tregtarët matrapas me shpirt e pritnin Osmanin radiallahu anhu të vijë në Medinë, që marrin pasurinë atij, që marrin atë tregtin, që blejnë me një çmim të normal të ulët, edhe banorëve të Medinës t'u ashitnin me një çmim të lartë. Edhe e pritën kur erdhi Osmani radiallahu anhu në Medinë, menjëherë ju të bunë në shtëpinë e tij, t'ja marrin pasurinë. Çfarë u tha Osmani radiallahu anhu? T'ja blejnë në fakt. Osmani radiallahu anhu tha, unë këtë pasuri nuk mund ta paguani, nuk ka çmim. Shumë pak i jepni. Po jo do të apëm kaq, jo shumë pak është. Po jo kaq, shumë pak është. Nuk mjafton. Pse? Ja kam shitur diku që jep më shumë. Ku ja ke shitur? Allahu xhelle shanu xhelle xhelalu. Ja kam shitur Zot. A ka nevojë Allahu për pasurinë e Osmanit? Nuk ka. Mirë, ata shkuan te pejgamberi islam thonë, ja Resulullah, Osmani tallet me ne kërkojmë njerëzit që janë duke vdekur për bukë, ai nuk e jep pasurinë e tij, nuk na jep. Tuaj shpërndajnë fukarave, njerëzit që nuk kanë të hanë. E thiri pejgamberi alayhis salam Osmani radiallahu anhu, i tha, ç'është ajo përgjigje se ja ke shitur Allahut pasurinë o Osman? Tha Osmani radiallahu anhu, ja Resulullah, pasuria ime, tregtia ime këtij viti do të shkoj krejt sadaka për banorët e Medinës. Le të hanë, le të pinë nga pasuria e Allahu që ja ka thënë Osmanit radiallahu anhu. Kjo është inspirimi që tregtarët tonë sot duhet ta kenë këtë. Unë nuk them që gjithë ata dyqanet t'u alën fukarave. Jo, të paktën zeqatin ta ndajnë. Të paktën të shohin një grup studentësh. Pse një tregtar a nuk mund të mbajë një student? 2 student, 3 student? Mund të vetëm le ta përgjithësoj një pushim veror, nëse do harxoj për shembull 10.000 euro, le të shkoj diku ku është pak më lirë, apo le ta anuloj një pushim veror një vit, me siguri 5 student gjatë një viti do t'i furnizoj. Është më i madh sepse fitimi do të jetë i pafund vallahi. Besoj që fitimi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kush bën një punë për hir të Allahut, kush ka frikë Allahun, kush jep për hir të Allahut,
Yaj'al lahu makhraja, Allahu do t'i jap atij një rrugë zgjidhje, një rrugë dalje tjetër, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, edhe do ta furnizoj ka se kujton ai. Allahu do t'ia fishoj pasurinë e tij. Mos flasim për Ebu Bekrin radiallahu anhu si inspirim më të madh. Këto ishin njerëz të zgjedhur, këto ishin njerëz më të mirë, këto edhe me pasurinë e tyre thriçin në fe. Se nuk do me thonë që ne vetëm të folim edhe kemi bërë obligimin tonë, kemi thirrë në rrugën e Allahut lëshanu, kemi ndaluar nga e keqja. Sot ti me një i ri musliman mund të thras në fe edhe me shikimin e tij, ta ul shikimin e tij. Sfidat e amoralitetit janë shumë të mëdha se sa sfidat ekonomike sot. Problemet e moralit sot në rinin muslimane janë shumë më të mëdha se sa problemet e paras. Edhe si pasojë e problemeve të moralit, rinia jon bie në depresione të ndryshme, në pikëllime të ndryshme. Pse? Sepse kodi moral familjar të muslimanët ka një çrregullim jashtëzakonisht te mase të madhe. Pse? Sepse mungon namazi, mungon edukata fetare, mungojnë bisedat familjare rreth çështjeve të islamit, rreth çështjeve të moralit, rreth çështjeve të traditës shqiptare, zatën tradita shqiptare, gati se krejt komplet është islame. Këto sot nuk do me thonë që ne folëm edhe e bëm obligimin tonë. Ne inspirimin e kemi Kur'anin adhimusham. Çfarë thotë? E kemi Nuhin alayhis salam. Nuhi alayhis salam, ju e dini shumë mirë, është përmendur edhe nga hoxhallar të ndryshëm, edhe në ligjërata të ndryshme, e kemi lexojmë, shfletojmë edhe Kur'anin vazhdimisht, përmendet shpesh, gati në 38 vende, 38 herë përmendet Nuhi alayhis salam. Shikoni, Muhamedi alayhis salam përmendet 5 herë, Nuhi alayhis salam përmendet 38 herë. Kjo nuk është një privilegj, sepse edhe faraoni ndoshta përmendet më shumë se Muhamedi alayhis salam në Kur'an. Mirë, po përmendet për të keq. Zoti mos na përmend për të keq inshallah. Në këtë rast thot Nuhi alayhis salam, çfarë thot? Qale Rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazid du'ai illa firara. Nuhi alayhis salam derisa thirrën, e thret popullin e vet vazhdimisht në islam, e thret në fe, ju thot mosni se këto zota që adhuroni janë shirk, hajdeni në islam, hajdeni në anijen e shpëtimit. Një ditë dëshprohet edhe i thot Kale Rabbi, përmendet në Kur'an, përmendet në suret Nuh, prej ajetit 5 deri në ajetin 10, përmendet ankesa e Nuhit alayhis salam. Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Shiko, është një mesazh shumë i madh edhe për ne si hoxhallar. A e kryjmë emanetin e Zotit ashtu si duhet? Vallahi nuk e kryjmë si duhet. Në qoftë se ka thënë pejgamberi alayhis salam, el ulema warathatul anbiya, shkencëtarët, dietarët, hoxhallarët, krejt nuk ka thonë hoxhallarët, ka thonë dietarët, janë trashëgimtar të pejgamberëve. Allahu ma pejgamber nuk do të çoj, po do të çoj dietar. Në qoftë se ke pak dije, je dietar ke Allahu xhaleshanu. Pavarësisht a ke zbulu diçka, s'ke zbulu diçka. Sepse mund të zbulojsh bombën atomike, je më i keq se shejtani edhe se iblisi 1 miliard herë. Thot çfarë thot? Inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. O Zot, unë thirra popullin tim natën edhe ditën. Shiko çfarë mesazh në jep Nuhi alayhis salam. Në islam nuk ka orar pune. Këtë na bën me dije Nuhi alayhis salam. Laylan wa nahara. Ja, unë i bën 8 orë punën e ma. Drejtat e njeriu duhet respektohen, po duhet respektohen në aspektin fizik. Në aspektin psikologjik, muslimani nuk ka pushim. Pushimi i muslimanit, insha Allahu Taala, lusë Allahun, të gjithë të jemi prej banorëve të xhenetit, atje do të pushojmë insha Allah. Në këtë botë nuk ka pushim. Sikur të ishte për pushim, më shumë do të pushonte kush? Muhamedi alayhis salam. Më i dashuri Allahu xhaleshanu. Më shumë që Allahu nuk e la rahat cilin? Muhamedin alayhis salam. Shiko, se e donte. Edhe se e ka dashur, se e don, ende emri i tij përmendet vazhdimisht. E sheh, ne bisedojmë këtu, bashkë bisedojmë, emri Muhamedi alayhis salam përmendet. Në çdo namaz, 5 herë në ditë. Në çdo ulje, në çdo etehiyat përmendet Muhamedi alayhis salam. Çdo herë. Edhe këtë nuk e la rahat. Në këtë rast, edhe Nuhi nuk e la rahat. Asnjë pejgamber s'ka lënë rahat. Lejlen wa nahara, unë i thirra, ti do thrasësh në familjen tënde edhe natën edhe ditën. Këtë ka qëllimin. Kjo është të jesh pjesë e umetit më të mirë. Në kohën që jetojmë, shohim problemet ndryshme, sfidat ndryshme, madje edhe akuzat ndryshme për
këtë umet të mirë si që përmendet, dhe kjo mbase na bën të dëshpërohemi në të thirrur për të mirë dhe ndaluar nga e keqja. Sa është i pranueshëm hoq ky dëshpërim tek umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Sa i përket dëshpërimit, sa i përket asaj zbrapjes që ne i themi, umeti Muhammed a.s. nuk është cilësi e umetit të Muhamedit a.s. të dëshpërohet. Nuk është prej cilësive të muslimanëve. Umeti pejgamberit nuk dëshpërohet. Ashtu siç e përmend edhe rastin e Nuhit a.s. Nuk ka dëshpërim. Dëshpërimin e don shejtani. Guximin e don Allahu xhaleshanuhu xhel xhelaluhu. Shiko, përderisa Allahu nuk të lën të dëshpërohesh kur bën gjinahe, pse të dëshpërohesh ti kur bën sevape? Ja, për ta kuptuar më mirë kështu. Ti bën gjinahe, prap Zoti të mos u dëshpëro. Shiko, nuk le të dëshpërohesh. Shiko çfarë krijuesi kemi ne. Gjinahe ke bë. Sa ke bë? Thot pejgamberi Islam si kur gjinahet e umetit tim të arrin deri në kupën e qiellit. Kupa e qiellit e di ku është. Edhe Amerika nuk e di ku është. Edhe NASA nuk e di ku është. Edhe mirja i Rusisë nuk e di ku është. Asnjë shkencë e astronomisë sot nuk mund ta përkufizoj ku është kupa e qiellit. Megjithatë të themi që është në katin e parë. Nëse gjinahet e umetit tim arrin deri në kupën e qiellit, deri në qiell, edhe i kthehen me taube istighfar, kërkojnë ndihmë, edhe bëjnë taube, pendohen për gjinat e tyre, Allahu thotë do t'ua fal. Shikoni, nuk le të dëshpërohesh. S'le të dëshpërohesh. Nëse gjinahet e umetit tim arrin sa pikat e shiu kur bie në atë vërshimën më të madhe, sa pika mund të ketë shiu, ne nuk mund t'i numrojmë asnjëherë. Edhe nëse aq ke gjinahet, i kthesh Allahut, Allahu përsëri t'i falem. Shikoni. Edhe si mund muslimani të dëshpërohet në këtë rast? Si mund i riu të dëshpërohet në këtë rast? Si mund e reja të dëshpërohet në këtë rast? Si mund një baba dhe një nën të dëshpërohet në këtë rast? Allahu në të bërit gjinahe nuk le të dëshpërohesh. Në qoftë se gjinahet e umetit tim arritët sa ka grimca rëra e shkretëtirës edhe i kthehen Allahut me taube istighfar, përsëri Allahu afale. Shikoni se interesant. Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dhunuba jami'a innahu ghafurur rahim. Kul ja ibadi alladhina asrafu, u thuaj, Allahu i thot pejgamberit alayhis salam që neve të na thot, o njerëz të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me gjinahe, la taqnatu min rahmatillah, asnjëherë mos e humni shpresën në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu xhel xhelaluhu. Innehu yaghfiru dhunuba jami'a. Thot Allahu t'i fal gjitha gjinat, po sot baba jo t'i falen gjitha gabimet. Shoku jot që i ke bën 100 mijë t'i falen gjitha gabim. Një gabim do e bësh, 3 vjet e ke garantuar me nuk të folën. Ose do të nxjerrë prej shtëpi. Allahu xhanu nuk nxjerr nga rahmeti i tij, nuk ta ndalon oksigjenin, ajrin, nuk ta ndalon në rrezikun. Ti vazhdon të bësh gjina, Allahu vazhdon të ta fal. Kjo është Allahu xhanu. Kjo sa i përket të bërit gjinahe, prandaj të mos u dëshpëro. Para mendohet pse të dëshpërohet umeti jon sot kur është duke bërë sevape. Kjo është ajo që deshet të ndërlidhi me pyetjen tuaj. Pse a duhet të dëshpërohet? Nuk i takon umetit të Muhamedit alayhis salam të dëshpërohet. Nuk i takon studentit musliman sot të dëshpërohet. Nuk i takon. Pse? Sepse ka mbrojtësin më të madh, cilin Allahu xhaleshanuhu xhel xhelalu. Nuk i takon një babaj të mirëfillt edhe një nënë të mirëfillt në familjen e tyre në procesin e edukimit të fëmijëve të tyre të dëshpërohen. Ja s'merr vesh edhe u kri puna. Kanë thonë shumë pejgamber, ki populli im nuk merr vesh. Tha edhe Yunusi alayhis salam, tha edhe Nuhi alayhis salam. E bon mirë, se bon mirë, Allahu e din. Mirë pa ata e quan emanetin e tyre në vend. 950 vjet i thiri. Çfarë bën ata? Vinin lecka, tesha vinin ku? Në vesh mos i ndëgjojnë këshillat e Nuhit alayhis salam. Përsëri edhe Nuhi nuk, çfarë tha? Edhe Nuhi si pejgamber ne që mendojmë se ai u dëshpërua, ai në fakt edhe nuk u dëshpërua, bëri dua për ata. Shikoni, Allahu lëshanu neve në urdhnon që nëse baba ose nëna në familje nuk ka shpresë të udhëzimit të djalit apo të vajzës së tij në familjen e tij, ka marrë rrugën e këqija, ka marrë rrugën e alkoolit, ka marrë rrugën e prostitucionit, Zoti na ruaj, ka marrë rrugën e drogës, përsëri Allahu